Pas identifikimit të sëmundjes së murtajës në një fermë të imtash në domën të Postribës, shërbimi veterinar i Qarkut Shkodër, konform rregullave për raste të tilla, ka zgjesuar 19 kryerdhi të kësaj ferme. Konfirmimi e sëmundjes, atëherë janë ndjek gjitha procedurat ligjore në këtylla raste, duke pas parasysh se mortaja e ruminantëve të vegjël është një sëmundje shumë virale dhe shumë përhapse, prek një numër të madh krerësh dhe shkakton mortalitet në lartë, që fillon nga 20 deri 80%, por mundohet se çdo edhe këtë fermën. Në kuadër të kësaj, bazuar në planin e kontingencës për këtë sëmundje, është kryer eliminimi i gjithë kafshëve të kësaj ferme. Janë eliminuar me inicialim 19 krerë të dhirta që kishte ferma në fjalë. Këto mund të groposen, por edhe mund të digjen. Me qenë se ne kemi një kompani me qenë në Lezhë, e cila kryen inicierimin edhe renderingun, përpunimin e përdorimin e tyre, atëherë tash ne bashkëpunim kemi marrëveshje me këtë kompani dhe kemi kryer eliminimin dhe transportin dhe përfundimin e procesit në Lezhë. Preqi sqaroi se kjo është një sëmundje shumë e rrezikshme për të imtat, ndaj dhe kryhet asgjësimi i të infektuarve, ndërsa përcaktojnë edhe rrezën e karantinës për zonën, pasi janë 6 grupe specialistësh në terren për këtë problem. Ajo që ka rëndësi është se fermerët për këtë periudhë nuk duhet të lëvizin të imtat, pasi kështu ato i ruajnë nga infektimi. Vetmja rrugë për të shmangë, dëmin ose dëmet nga sëmundje sa më të vogla është kufizimi i lëvizjeve. Aq më tepër që sot doli dhe urdhri i ministrit që ka bllokuar gjitha lëvizjet e kafshëve të imta në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Kemi parasysh se kemi të bëjmë një sëmundje shumë dëmprurëse për rritjen e kafshëve të imta, ndërsa për njerëzit nuk paraqet fare interes se nuk është sëmundje që prek edhe njerëzit. Së paku për një periudhë 3 javore këto masa janë të detyrueshme nëse nuk identifikohen raste të tjera, thekson Preqi. Ne ndjekim çdo ditë non-stop pa ndërprerje me grupet e veterinarëve që janë në terren dhe në rast se për 3 javë nga momenti i konstatimit të rastit të parë nuk do të kemi raste të reja, atëherë konsiderohet daljen nga karantina, që mund të jetë parafarsisht data 25 qershor, gjithmonë nëse ne nuk kemi raste të reja pozitive, të dyshuara që mund dalë edhe pozitive. Në Qarkun e Shkodrës ka rreth 30.000 fermerë. Përgjegjësi i shërbimit veterinar për këtë qark, Mark Preqi, thotë se me përjashtim të rastit në domën një javë më parë, deri tani nuk ka asnjë rast tjetër infektimi të imtave në territorin e këtij qarku.